Është ai afrodiziaku që është pushteti, është afrodiziaku më i madh, ka thënë ky që ndroi jetë Kissingeri. Me sa di unë. E kam lexuar diku që e ka thënë këtë një takim me Mao Zedongin. Ka një gjë. Momentin kur unë nuk besoj të revolucionet, tani si që pak më mbrapa, që nga 10-ori, 90-s deri tani nuk besoj të revolucionet, ose më saktë nuk ka revolucion, është një term i shpikur, ka procese. Ka procese, ka rrugtime. Këto rrugtime, momentin kur këto bëhen të pambështetura, atëherë ato sigurisht që do degradojnë. Unë nuk besoj të revolucionit se do ndryshoj diçka. Unë besoj të emancipimi i një shoqërie, të arsimimi i mirë. Aty po, ti mund të lëvizësh diçka. Në qoftë se ti këto i ke cop, para një jave luanim Zululandin e të madhit Konica. Dhe ai këtë thot, që e dim të gjithë, pa i ka thënë përpara nesh, duhet emancipuar, duhet edukuar populli, duhet mësuar populli, duhet ndriçuar populli, siç thoshin edhe Sokrati me Platonin dikur që populli duhet të jetë filozofos, të jetë mik i dijes. Po dhe Gomari dinte të lexonte, po s'bëri të asgjë. Po ishte bokseri që s'dinte të lexonte për shembull, që është personazh shumë i bukur, Kali, Grushti. Po bokseri kanë roman në novel. Që është personazh shumë i bukur, shumë idealist, po që mbeti të ignorant dhe beson gjithçka si që vje disketa dhe nuk lëviz nga e gjë. Kjo ka të bëj pasaj me emancipimin e shoqërisë, ka të bëj me arsimimin e sajt mirë, me edukimin e sajt mirë. Atëherë ti po mund të pretendosh të ndërtosh një shoqëri të mirë, sepse bërthama e çdo shoqëri është individi, pastaj familja, pastaj lagja, pastaj qyteti, pastaj... Në qoftë se ti ke një... Në qoftë se ata të cilët janë në krye dhe janë Napoleon të tërë, si Napoleoni... S'ke punë me atë që kemi në krye. Dhe unë kam një kryeministër që s'ka lexuar një libër në jetë vetë, s'ka lexuar Çofën dhe Bubika Çorel, se ka marrë, këtë apë sigur se kam pas lagje. Që po të lexoj 2 flet letër këput tru, si Dembeli që këput mishkur krugi veshin. Cop mishi, nuk t'jeni sigur, për gjitha i kam e të një gjume. Po unë nuk rri të mere me të. Unë për vetë gërmoj, shikoj, qëmtoj, përpiqem, sa më tepër të. Ti nuk varesh nga lideri, ose nga kryeministri, ose nga presidenti, për të vetë emancipuar. Sepse bibliotekën aty e ke, librat aty e ke, mendimtar të mëdhej si Orwelli, e sporriti numëroj tani janë me mira. Politikanë të mëdhenj që kanë bërë vërtet politikat të mëdha në botë aty i ke, meri, lexoj, studioj, sigurisht që do kompletohesh vetë dhe do jesh shumë i plotësuar dhe ai tjetri nuk do të gënjej më. E kuptoj. Po nëse ti merr si të mirëqen çdo gjë që të thuhet, atëherë ti nuk ke me një opinion tënd, nuk ke një mendim tënd, dhe ai tjetri ka shumë kollaj të manipuloj. Apo e kam gabim? Irena, po, e shkruajtur në vitin 1946. Më pas përmendëm Zululand dhe shkruajtur 105 vite më parë. Pse duket 101 vite më parë. Po, 101. Pse duket sikur po jetojmë të njëjtin skenar? Pse nuk ndryshon asgjë në këto 100 vite, në këto 75 vite? Përgjigja lidhet me atë që thash më përpara. Hapi i parë drejt emancipimit që po thotë Neritani është duhet përballja me detyrat e vështira të përballurit me veten. Ne në një nga elementet më të rëndësishme të komunikimit kur flasim është se duhet kuptojmë fjala nuk është akt thjesht për që çon në veprim, është akt moral. Edhe komunikimi si një ndërveprim, pra duke pasur në thelb moralin, na shtyn gjithmonë jo drejt thjesht të mirës edhe të keqes, pra kësaj dikotomisë klasike, po drejt asaj që është e drejta dhe e gabuara, që lidhen janë koncepte që janë pak më pereniale se sa thjesht e mira apo e keqja që mund të jetë edhe pasojë një produkti momental. Dhe një shoqëri e cila nuk merr kohë për të reflektuar mbi konceptet e së drejtës dhe të gabuarës, duke u nisur nga një instancë morale, por përfundon duke bërë eklektikun oportunist, pra merr pak këtu, merr pak atje, do ta shohë pastaj të gjithë formimin e vet estetik vetëm si produkt i propagandës që del në hapësirën publike të kujdo aktori dhe pa i vënë gishtin medias, mediave sociale, qeverisë e kështu me radhë. Pra nëse ti e lejon formimin tënd estetik të jetë produkt i leksioneve që propaganda dhe makineria e propagandës prodhon, ti dashur pa dashur do humbësh një nga elementet kryesore të komunikimit që është qartësia. Dhe qartësia nuk të ndihmon vetëm në atë që ti thua, po të ndihmon dhe mënyrën se si ti kupton mesazhin. Sepse çfarë ndodh kur ti vesh lentët e propagandës,
ti lexon, një lloj si personazhi, lexon botën dhe sheh botën me ato lente të cilat, po ti referohemi shpellës së Platonit, jemi vite dritë larg nga e vërteta dhe jemi në atë që kam thënë disa intervista brenda kësaj jave, në atë simulim perfekt ose simulakër perfekte ku nuk ka asgjë reale, gjithçka është një dukje dhe neve përqafojmë atë që nuk ekziston, ndërkohë që realiteti është vite dritë larg edhe asaj që ne jetojmë.